Bojkotimi punës së kuvendit në pikat të caktuara të rendit të ditës u ka kushtuar këshilltarëve komunal me ndalesë së pagës. Së fundi, antarët e kuvendit janë paguar veç me nga 90 euro për shkakun se kanë lëshuar sallën e kuvendit. Ky veprim nuk po ju pëlqen kuvendarëve dhe po e konsiderojnë si shkelje ligjore dhe shantazh të pushtetit. Kryetari e përdor kërcënimin, shantazhin në drejtim të deputetëve. Domethënë kërcënimi i mbledhjes së kaluar ka bërë që djetë procesoj sipas qefit dhe dëshirës së tij. Kryetari nuk ka absolutisht asnjë drejt me ndalë pagesat për anëtarët e kuvendit. Si po thonë kryetari, këtë e ka bërë kryetari apo kryesuesi? Po është ndikimi i kryetarit. Absolutisht, zyra e financave, drejtoria e financave është vorë drejt për drejt për kryetarit dhe është në kompetencat e plota të tij. Ne edhe seancën e dieshit e lëshum, ju ishit prezant për çfarë arsye lëshum. Sot prapë ka ftuna, prapë ju kemi përgjegjë ftesës, mirë, por nëse është prapë njëjta arrjedh, realisht s'ke pse të çndrojmë këtu. Nuk është në pyetje vetëm një gjysmë paga se 100 euro pse nolën. Unë për 100 euro thjesht nuk e kam ndërmend me ra prej dikujt sipas shefit ose tekër dikujt tjetër. Po më duket e pa kuptim, po thash nuk e di që kanë rregulluar këta. Më ka duket pa kuptim kur i kur i bën konto numër që kanë dalë vetëm 94 euro, po më duket është. Më ka duke e pa kuptim, mirë po do të asharojmë këtë problem. Ndërkaq, kryesuesi i kuvendit Faruk Guri tha se është ndjer keq që është detyruar t'u ndal gjysmën e pagës antarëve të kuvendit, por për një gjë të tillë është rekomanduar nga zyrtar ligjor të kuvendit. Natyrisht që është diskriminim për të tjerë të cilët kanë qëndruar, mirë po aty thuhet që për çdo seancë e cila mbohet do të kompenzohet. Do thotë për çdo seancë. Ne nuk e kemi miratuar rendin e ditës. Edhe në bazë bisedës cilën e kam pas me zyrtarën e cila e procedon për pagesa, ajo më ka thonë mu që ne nuk mundemi me i pagu derisa nuk është mbajtur mbledhje. Do thotë në ende rendin e ditës nuk e kemi pas miratuar. Ka qenë një veprim i dhimbshëm që nuk kam dashur të ndodh. Për këtë arsye, unë e kam ftu opozitën që s'paku bile ta miratojmë rendin e ditës, edhe ku do të votonim edhe ne kundër pikës kontestuese 7, ju kam premtuar që do të votojnë gjithë kundër kësaj pike, vetëm për me i marrë pagesat. Se si do të veprohet për mbledhjen e sotme të kuvendit, fundin e të cilës gjithashtu nuk e pritën këshilltarët e opozitar, mbetet të shihet në javët e ardhshme, kur ata do ta shohin në llogaritë e tyre bankare pagat për seancat.